Përshëndetje, Reborn Albania, dhe ja ku jemi në muajin e 4, muajin prill të vitit 2025. Në çdo datë, 1 të muajit, ne transmetojmë për ju inteligjencën universale dhe pulsin energjik të muajit, në mënyrë që ju të jeni të ndërgjegjshëm, të përgatitur për temat që do shprehen në formë të situatave, ndjesive, mendimeve, aksioneve, dhe çfarë është ajo që inteligjenca universale, çfarë është ajo që universi do për ne të përjetojmë, në mënyrë që ne të përjetojmë potencialin ton më të lartë. Universi është gjithmonë ai mbështetësi ynë kryesor, ndërkohë që është dhe timonieri ynë. Pyetja është, a jemi ne të ndërgjegjshëm për këtë inteligjencë, për këtë drejtim, apo jemi në një lëvozhg apo në një guack tonën kaq të mbyllur sa çdo marrëdhënie, çdo kokërim me të vërtetën, me lëvizjen universale, me lëvizjen energjike të përditshmërisë dhe të jetë gjatësisë, le të themi, të kësaj lëvizje, nuk jemi në kontakt, nuk jemi në kokrijim të përbashkët, sepse një gjë është e sigurt tani, nëse ne në jetë dorëzohemi tek një fuqi krijuese, duke kuptuar që pjesë e kësaj fuqie krijuese jemi dhe ne vetë, a nuk do bëhe jeta me lehtë kur drejtuesi i jetës sonë është pikërisht fuqia krijuese? Dhe kjo fuqi krijuese shfaqet në atë që ne quajmë në ekologjinë, në ambientin e jetës dhe kur themi të jetës në të gjitha format dhe dimensionet. Një gjë që po mësojmë tani është që jeta është shumë dimensionale. Ne njerëzit jemi qenie shumë dimensionale, jemi qenie energjike, kemi ato antenat energjike të lidhjes, të njohjes së vetes dhe të bashkëveprimit të vetes sonë me ambientin përqark. Ne nuk kemi ardhur të jetojmë vetëm. Ne kemi ardhur të jetojmë në bashkë ekzistencë me këtë ambient. Në këtë ambient janë njerëzit, janë kafshët, është natyra, është qielli, janë yjet, janë energjia që lëviz, është fusha kuantike. Një nga mrekullit, në fakt do ta quaja unë, është apo dhurata që ne njerëzit kemi tani në duart tona, është që ne njohim blueprintin ton kuantik, lëvizjen ton energjike, unike të shprehur nëpërmjet jetës sonë individuale. Dhe këtë njohje kemi nëpërmjet manualit njerëzor, nëpërmjet kodit gjenetik, për ju që jeni të rinj, në këtë transmision, në këtë podcast, mirëserdhët, dhe uroj që si hap të parë të keni përpara në duart tuaja manualin tuaj njerëzor. Manualin tuaj njerëzor e gjeni në linkun poshtë kësaj video ose në linkun në faqen tonë në Instagram. Ose thjesht na dërgoni një kërkesë apo një mesazh për t'ju dhënë linkun ku ju të merrni jo vetëm vizualin dhe dizajnin e blueprintit tuaj kuantik, manualit tuaj, por edhe një libër me komponentët kryesor të manualit tuaj, për një fillim të mbar dhe të qartë. Sepse një pjesë e inteligjencës së kësaj video në këtë transmision, në këtë njohuri që ndajmë, përfshihet dhe inteligjenca e manualit njerëzor, lëvizja energjike e manualit, që është manuali njerëzor personal dhe manuali njerëzor kolektiv. Manuali njerëzor kolektiv është lëvizja që shprehet lëvizja e planeteve, duke iluminuar dhe aktivizuar 64 kodet
e manualit njerëzor, 64 kodet tona gjenetike, të cilat shprehin virtyte, talente, aftësi dhe nevojat tona mendore, emocionale, shpirtërore. Në këtë lëvizje të planeteve duke prekur, dhe në këtë rast ne kryesisht përqendrohemi jo në të gjitha kodet, por kryesisht në kodin që prek lëvizja e diellit, dhe kjo lëvizje paraqet edhe temën kryesore që shprehet në çdo javë të muajit. Dhe qëllimi këtu është që ne të kuptojmë çfarë është kjo temë, si mund të shfaqet në jetën tonë, si ti të jesh i përgatitur dhe të kesh një qartësi, jo vetëm për këtë përgatitje, po dhe të njohësh çfarë është ai kod, dhe të aplikosh këtë njohuri për muajin dhe në njohjen e kodeve të tua personale gjenetike. Në muajin prill, normalisht ne duhet të përjetojmë një stabilitet më të fortë, më të balancuar emocional se sa muaji mars, sepse ky muaj përfaqëson energjinë e numrit 4. Universi flet nëpërmjet tingujve, nëpërmjet numrave, nëpërmjet vibrimit. Ato pra janë shprehje të vibrimit, të energjisë. Dhe numri 4 ka një vibrim të caktuar, i cili paraqitet, ndihet si një qëndrueshmëri. Është vërtet një gjë e qëndërzuar me tavolina, themun gjithmonë, me 4 këmbë, pra dhe muaji prill është këtu për të materializuar ju. Disa gjëra që ju mund të keni punuar gjatë muajit, gjatë muajve të dimrit, lëvizje, mendime, idera, vizione, ëndra tuaja, përjetime emocionale të forta që mund të keni patur gjatë muajit mars. Muaji prill është këtu për t'i qëndërzuar gjërat, për t'i balancuar. Dhe gjithmonë ju rikujtoj që çdo përjetim është unik. Për disa njerëz muaji prill mund të jetë një muaj fort iniciimi, nëse është në periudhën e fillimit të kësaj pune apo të zhvillimit personal dhe shpirtëror. Për disa të tjerë është e nevojshme që në një aspekt i jetës të shfaqet një periudhë rilindje. Dhe në fakt rilindja është në vetvete një qëndrueshmëri. Nëse në muajin mars kaluam një aktivitet më të fortë, një lëvizje dinamike më të fortë, emocionale, muaji prill është këtu që t'i japi një formë asaj lëvizje. Si që themi dhe mund ta keni dëgjuar më parë, shkenca e fizikës kuantike flet gjithmonë për 2 gjendje. Për lëvizje dhe pauzë. Pra movement and particle. Particle janë pjesë materiale që krijohen si rrjedhoj e lëvizjes e vibrimit. Nëse marsi ishte një vibrim i lartë, prilli duhet normalisht të përjetohet si një vibrim më i qëndrueshëm dhe më materializuar të gjithë qëllimeve dhe synimeve tuaja. Nga ana tjetër, pra kjo është, le të themi, normalisht si duhet të ndihet. Nga ana tjetër, bota po kalon në një lëvizje. Për te lëvizjes që kemi njohur deri tani, të lëvizjes së njohur të planeteve në forma, në konfigurime të njëjta që përsëriten. Përveç kësaj lëvizje është një frekuencë e re në planet që krijon një shtys për një vetëdije të re, për një epokë të re, për një mënyrë të re të jetesës. Prandaj dhe kjo lëvizje planetare do përjetohet në një formë ndryshe nga më parë. Dhe pikërisht në këtë kohë, edhe dinamika e kësaj lëvizje planetare është në një konfigurim të tillë që
na jep një mundësi për një reflektim të thellë të gjërave që njerëzimi ka përjetuar në shekullin e fundit. Njerëzimi është duke kërkuar në mënyrë absolute të vërtetën. Çfarë është e vërteta e jetës? Dhe sa herë që zbulohet një e vërtet, ka një është energji e inovacionit, e krijimit, sepse është futur në atë që quhet frekuenca e Aquarius, që quhet epoka e Aquarius e ujorit, i cili vjen me një zhvillim të lartë humanitar, zhvillim të lartë të teknologjisë, me një inovacion të lartë në planet, dhe të gjithë këtë ju po e ndjeni. Pra është një thyerje e strukturave, e formave të vjetra, ose thjesht të njohura, le mos u themi të vjetra, formave të mëparshme të njohura. Pra ne dhe quhet epoka e re. Dhe në shë epokë të re, ne iniciojmë një mënyrë të re të jetuari dhe një njeri të ri. Dhe pikërisht në këtë moment, fusha kuantike është në një revolucion të tillë. Një nga faktorët në këtë transmisione nuk kemi qëllim që të futemi në shpjegime astrologjike, as pak. Shpjegimi astrologjik është vetëm një pjesë e këtij transmisioni. Ja në fakt edhe të vërteta që ndahen nga njohuri të manualit njerëzor, por përtej manualit njerëzor të astrologjisë apo numerologjisë. Të vërteta që unë mund të ndjej dhe i kuptoj dhe vetëdia ime i sjell këtu për ju, vetëdia e të tjerëve njerëzve që unë lidhem, kuptoj, transmetoj, pra është secili nga ne sjell një vetëdije. Dhe unë i përmbledh, i sintetizoj një nga detyrat e mia, një nga kodet e mia kryesore, është kodi 43 që është përkthyes ezoterik i informacionit në fushën kuantike. Pra, ky kod kryen rolin e tij në këtë transmision që unë sjell këtu për t'ju paraqitur ju çfarë tema mund të përjetohen gjatë muajit prill. Pra, përveç qëndrueshmërisë, është një kohë, një periudhë rilindje, një inicim edhe për faktin që një nga planetet më të rëndësishme në fushë, planeti i Neptunit, që ka të bëjë me intuitën, fantazin, imagjinatën, spiritualitetin, deri tani ka qenë energjinë e peshku, që quhet që peshku është gjithashtu një energji shumë mistike, energji ujore, energji e ndjeshmërisë së lartë, pra si të thuash ishte intimiteti, fantazia, spiritualiteti, intuita e bashkuar me ndjeshmërinë, dërsa tani është duke u futur në një energji të re, në energjinë e Aries. Dhe kjo do vazhdoj për shumë vite. Nga 2000 tani deri në 2035. Pra është një epokë e re që inicion energjia e Neptunit, që është energji spirituale, por në energji aksioni. Në botë do shihet edhe më shumë aksion, veprim, sepse Aries dhe dashi në shqip ka të bëjë më shumë me energjinë e aksionit, me energjinë e inicimit të gjërave, të marrjes së veprimeve. Nuk është më subjektivitet me subjektivitet, është diçka, sepse le të themi spiritualiteti është i shprehur në formë jo fizike, imagjinata e pjesa subjektive e natyrës njerëzore, është e lidhur tani me formën. Dashi ka të sjell formën, sjell veprimin, sjell aksionin. Do shohim në planet spiritualitetin në veprim më shumë se kur. Njerëz që do duan të sjellin fuqinë e fantazisë, fuqinë e imagjinatës, fuqinë e inteligjencës artificiale, fuqinë e jo fizikës. Gjërat do jenë shumë herë më të pranuara. Nuk do jenë më të fshehura. Koncepte, fenomene si spiritualiteti, ndjeshmëria, intuita,
ato aftësi të njeriu të cilat deri tani mund të ishin bërë ndoshta në një mënyrë më të fshehur, më të heshtura, më të panjohura, më të rezistuara nga njerëzit, do jenë në epiqendra, do jetë aksioni, do jetë veprimi, do jetë iniciativa, do jetë një krenari, një ego e paraqitur, ego vepruese të shpërthimit të botës së brendshme të njeriut. Njeriu do të kuptoj thellë kush është në të gjithë aspektin e tij, fizik dhe jo fizik. Këtë do jemi duke përjetuar shumë në vitet e ardhshme. Dhe jeni, besoj, shumë të qartë duke parë çfarë zhvillimi është dhe çfarë hapje ka gjithë bota e media sociale në drejtim të shprehjes së temave të reja, të cilat më parë mund të jenë konsideruar tabu ose të panjohura. Dhe fenomene të tjera të cilat kanë të bëjnë me përjetime emocionale nga muaji dhjetor deri tani, ka qenë shumë i aktivizuar i gjithë kanali i ndjeshmërisë së thellë i përjetimeve emocionale, i gjithë kanali që quhet në manual njerëzor 35-36, pra ka qenë një përjetim emocional në të gjithë këtë periudhë nga, të themi, Krishtlindje deri tani, ullje ngritje emocioneve, duket një tokëzim, neutralizim dhe përjetim të emocioneve në një formë më të stabilizuar. Edhe kjo është një gjë më e qëndrueshme fantastike. Diçka që është e rëndësishme dhe që fillon dhe me faktin që sapo kemi hyrë në këtë javë, që sot është 31 mars, që di është aktivizuar kodi 21, nëse hymë në javën e parë të manualit njerëzor. Kodi 21 është jashtëzakonisht nga ta që unë i quaj kode të papërjetuara në potencialin më të lartë në mënyrën më masive. Kodi kontrollit buron nga qendra e zemrës, nga zemra fizike. Deri tani është paraqitur në fuqinë e kontrollit dhe të fuqisë, power and control. Derisa kemi kuptuar dhe gjithë bota e ka kuptuar që kjo nuk punon më, kjo lloj mënyrë qeverisje, sepse është qeverisje organizatash, është qeverisje personale. Në fillim fillon me kontroll në jetën personale dhe pastaj kontroll në organizata. Është një energji shumë e bukur, sepse në fund të fundit është një energji mashkullore dhe e fillojmë këtë muaj me këtë energji mashkullore, e cila ka qenë një aftësi e njeriut, atë që unë quaj aftësi e njeriut të gjuetari në kohët primitive. Gjuetari që merrte aksion, shkonte në pyll, gjuante dhe krijonte burime, ushqim për komunitetin, për trajbin e tij. Pra një njeri guximtar, një njeri fokusuar, një njeri i cili nga dashuria për të dhënë barësi dhe bollëk në komunitet, merrte veprimin dhe me shumë mjeshtri, me shumë fokus, me shumë guxim, krijonte burime ushqimi për komunitetin. Derisa erdhi një moment që kjo, me modernizimin e jetës, kjo energji mashkullore kaloi në një gjendje kontrolli dominante, maskulin. Kontrolli burit kundrejt gruas. Kontrolli në formën e detajeve të parëndësishme, në mënyrë që të kishte kontroll, të përballonte frikën e qendrës plenike në varësi të portave, në varësi të konfigurimit që keni në qendrës plenike, ta përballonte duke mbajtur gjërat me forcë. Dhe kjo krijoi sëmundjen më masive në planet.
atakun e zemrës, infarktin e zemrës. Ka qenë pikërisht kjo një nga kodet 21 përgjegjëse për shtrëngimet e zemrës, për tensionet edhe për infarktin e zemrës. Kur në fakt polariteti dhe mjeshtëria e kësaj porte është të kërkoj burime materiale me finesë, me grace, me atë, domethënë me kualitete të evoluara dhe të krijoj burime për njerëzit, sepse kujdeset është bariu i burimeve materiale. Prandaj edhe quhet në anglisht the treasure, ai që ruan thesarin e burimeve materiale. Mund të jenë para, mund të jetë ushqim, mund të jenë burime. Dhe kujdeset që tufa është e ngrënë e pirë, është bariu i burimeve materiale, me shumë thjeshtësi. E bën atë gjë sepse do ta bëj, ka kapacitetin ta bëj. Por kjo kthye në të kundërtën e bukurisë këtij kapaciteti. U kthye ose në një fuqi, në një forcë, në një kontroll të gjërave, ose u kthye në një modesti falso, deri në manipulim. Dhe këtë javë ju sugjeroj, ose ndoshta do ta ndjeni, ose ndoshta do t'i kuptoni, do shfaqet për qark jush, ku ka njerëz që ndoshta duan të shfaqen me një modesti apo polite që quhet në anglisht, i sjellshëm në formë manipuluese. Sepse ky kod ka autoritet në esencën e tij të lartë. Është njëri që e di që ka një detyrë, ka një autoritet. Dhe është del nga zemra ky kod. Nuk është i butë. Ky njeri është kapacitet maskulin, me autoritet, me fuqi, jo forcë, po me fuqi, me fuqinë e mendjes, me fuqinë e dashurisë, me fuqinë e zemrës, po kjo është zemra fizike e shpërtej dashurisë. Dashurisë siç e njohim ne. Është qendra e identitetit ajo që ka të bëjë me dashuri që flasim në gjuhën e përditshme. Kjo është dashuri sepse ndjen motiv, është i motivuar. Është motiv hyjnor për t'i shërbyer njerëzve. Edhe ndërsa i shërben njerëzve, e bën këtë me një ndjesi dhe me një autoritet real, që respektohet, që e di që do respektohet nga njerëzit për atë shërbim që kryen. Nuk është energji e butë, nuk ka nevojë të jetë e butë. Është reale, është e fuqishme, është graceful në të njëjtën kohë, me hieshi, por është e vërtet, nuk manipulon. Dhe jam e sigurt që mund t'ju shfaqet, edhe do ju shfaqet këtë javë. E kemi prekur dhe në biseda live, jemi duke prekur dhe në Rich Soul, ka qenë një nga temat që unë e kam prekur në klasë për ata që janë aty, do vazhdoj ta prek në muajin në vazhdim, në muajin prill ne do flasim kush është autoriteti i impaktit. Impakti është kompetencë. Këtu në këtë kod kemi kompetencë, kemi ekspertizë, kemi aftësi të thella. Prandaj vjen edhe autoriteti, besimi i njerëzve. Prandaj nuk ka nevojë ky njeri të përdori forcë, sepse e di në kushte normale, në kushte optimale, e di që njerëzit e kuptojnë motivin është i motivuar për t'i shërbyer komunitetit. Këtu bile është një energji shumë e bukur që fillon këtu bashkoj edhe gruan me burrin ky kod në
polaritetin e tij të lartë. Bashkoj fuqinë femërore me fuqinë mashkullore. Dhe deri tani është përdorur kryesisht si fuqi mashkullore. Sepse ky kod hap rrugën, inicion, siç është vetë energjia e dashit, këtij muaji, inicion mundësinë që ti në jetën tënde të zhvillosh një autoritet për motivin tënd personal dhe për masat, për kolektivin. Sepse në fund të fundit çdo gjë që zbulojmë dhe çdo gjë që bëjmë në jetë me autoritet dhe kompetencë është pjesë e zhvillimit, është për atë që kemi ardhur të shërbejmë. Në çfarë forma shërbejmë? Po flasim për një nga format e shërbimit nëpërmjet këtij kodi. Pra bëni të ndërgjegjshëm të kapni dhe të shmangni situata ku kontrolli mund të kthehet në dëmin tuaj. Kur ju jeni mësuar ti shihni gjërat, i bëni gjërat në një mënyrë të caktuar. Dhe nëse ju nuk familiarizoheni ose nuk përqafoni, hapni diçka të re, mund të doni të mbani të vjetrën me sforcim sepse aty ndiheni të sigurt. Autoriteti kërkon kurajo. Kurajo kërkon autenticitet. Zëmër të lirë, jo zëmër të sforcuar, zëmër të lirë. Është gjithashtu dhe aftësi e rigjenerimit të trupit, nga sëmundjet, pra trupi rigjenerohet natyrshëm. Na mëson ky kod, kemi këtë kapacitet, njerëzit që kanë të aktivizuar rigjenerohen. Trupi shërohet më shpejt. Dhe javën e dytë, që kalojmë në 3 deri në 9 prill, hym në portën 51, kodi 51, për cilin kemi folur vazhdimisht dhe quhet kodi shokimit, dhe është mjaft që kjo fjalë t'i bëj të gjithëve të mendoni që ky kod është shumë radikal, dhe mund të është radikal, por mund të paraqitet në formën tuaj patjetër në një formë shumë radikale dhe shokuese. Dhe ndërsa ka këtë emër dhe emrat në manualin njerëzor janë ndonjëherë një fjalë, dhe një fjalë mund t'i japi mendjes suaj një kuptim të caktuar dhe një sensacion të caktuar, është përtej asaj fjale, është një interpretim shumë herë më i gjatë se percepcioni që mund të merrni ju. Kodi 51 quhet inicim, është vetëtima, është energji e zjarit, dhe është vërtet shpreh zjari në formën e tij më të plot. Në varësi me kë e keni të lidhur këtë kod dhe ku e keni të aktivizuar në dizajn, ju këtë zjarr mund ta përjetoni në forma të ndryshme. Në varësi dhe nga gjenerata juaj, sepse e para një varësi nga kodet e tjera bashkëshoqëruese në manualin tuaj, por në varësi dhe nga gjenerata, sepse fëmijët e rinj në këtë që kanë të aktivizuar këtë kod, këtë energjinë e shokimit do ta përjetojnë në një formë shumë herë më, të themi, më të shëndetshme, më të butë se sa bresat më parë, sepse ata vinë me vetëdije më të lartë, ata kanë një energji zemre dhe do mbahet kjo energji zemre e hapur, veçanërisht nëse rriten nga prindër të ndërgjegjshëm. Në varësi nga kodet në qendrën e tyre splenike. Dhe kur e gjej që qendra splenike tani tek fëmijët është e hapur, sigurisht ata do kenë më pak lidhje me frikrat e trurit primitiv, siç unë e quaj, me frikrat e vjetra të mbijetesës. Dhe do jenë këtu për të iniciuar planetin drejt dashurisë më të lartë, sepse ky është qëllimi në fund të fundit i këtij kodi.
Dhe me qënë se është në qëndrën e egos, dhe qëndra e egos ka të bëj me krijimin material, me krijimin e paras, me krijimin e pasuris, është një pikë lidhse e materjes me spiritualitetin. Pra ne dhe quhet shamaniku. Njerëzit që janë të fuqishëm, njerëzit kanë qenë gjithmonë në besim për jetën, të jetës, sepse kanë ditur si të bashkëveprojnë me forcat e universit. Kanë ditur të alkimizojnë ligjet e universit për fuqinë e tyre në jetë, për krijimin material. Është një aftësi e lartë alkimie ky kod. Dhe prandaj është e rëndësishme që në jetë njerëz që kanë këtë kod, por këtë javë kemi të gjithë të aktivizuar, prandaj po e ndajmë këtu, është të zhvillojnë një kapacitet të lartë rezistence në jetë. Dhe ky kapacitet rezistence nuk zhvillohet me forcë. Rezistencë do të thotë resilience. Resilience është një kapacitet që zhvillohet kur ne kemi një mendje, trup dhe shpirt të ankoruar, të lidhur, të toksuar dhe nuk operojmë nga impulse emocionale apo të trurit të vjetër, apo nga adrenalina, e cila krijon gjithmonë impulse, stresi, padurimi. Atëherë ky kod 51 kthehet në një forcë shokuese për të tjerët. Dhe megjithatë gjatë kësaj jave mund të ndjeni që ngjarje të papritura, ngjarje që nuk e kishit menduar, mund të ndodhin dhe vinë si një surprizë. Ndonjëherë surprizat janë më të bukura, ndonjëherë janë në formë më radikale, më shokuese. Por është gjithmonë një thirrje, zgjimi, paralajmërimi për diçka që e ke injoruar në jetë. Kjo javë është gjithashtu një javë shumë e mirë për të iniciuar ju veprime, ëndra, projekte tuaja, gjithçka që ka të bëjë me fillimin, leadershipin e ri, lidhjen tënde me natyrën, lidhjen tënde me fuqinë tënde shamanike brenda vetes. Të gjithë ne e kemi jo vetëm këtë kod, por të 64 kodet. Nëse e ke të hapur, si mund të mësosh të lidhesh me fuqinë tënde dhe të natyrës, dhe të besosh që jeta është një udhëtim që krijon në situatat vështira. Ka gjithmonë një zgjidhje për ty. Ka gjithmonë një kapacitet të brendshëm, ke krijuar ti burime brenda teje që quhen. Apo operon nga qendrat e hapura dhe nga impulset e gjendjes të kondicionuar. Ulja, ngritja, shokimi I këtij kodi është në përpjestim të drejtë me gjendjen tënde të stabilizuar. Është thellësi ky kod, kërkon thellësi në jetë. Dhe nëse ti e ke bërë dhe je interesuar ta bësh këtë gjë, sigurisht ai do jetë në bashkëveprim me ty. Dhe do paraqitet thjesht si një inicim dhe tek ty si njëri shumë I dashur. Shumë I dashur dhe njerëzit të shohin si një njeri që inicion ata vazhdimisht tek inocenca, tek dashuria për shpirtin. Java në vazhdim. 9 deri në 12. Në fakt 9 deri në 15 prill. Aktivizohet kodi 42. Rritje, zhvillim. Këtu është tamam ajo lulësimi pranverës ku kanë shpërthyer pemët, ku gjithçka ka shpërthyer, gjithçka është rritur, është krijuar
me aromë të plot, me gjethe të plota, me lule të plota, është sikur në fund të fundit shpërtheu ajo që ishte fshehur brenda dhe që kishte qenë në rrugëtimin e vet të çeljes. Është kodi kompletimit, është aftësia jon për të kompletuar gjërat në jetë. Është një nga ligjet universale që unë gjithmonë e ndaj me ju. Si mund të kompletohen gjërat në jetë? Mund të jetë një bisedë, mund të jetë një veprim, mund të jetë një lidhje, mund të jetë një mendim, si mund të kompletohet? Si mund të kuptojmë që çdo hap na çon ne drejt kompletimit? Si mund të mbajmë një balancë ndërmjet dhënies dhe marrjes? Dhe të kuptojmë që rritja, zhvillimi nuk ndodh vetëm në momente të shkëlqyera, të suksesit, të prosperitetit, por ndodh edhe në momente të vështira. Sepse në fakt, mençuria më e lartë dhe më e vërtet zhvillohet, sepse ky është kodi i zhvillimit, zhvillohet, kompletohet mençuria edhe në momente të vështira. Dhe ti natyrshëm je ngjitur një hap më lart. Ky kod na mëson që kompletimi është çdo ditë një hap. Është ai fshati që themun prapa malit. Është qëllimi juaj jetës i fshehur prapa malit, që ti nuk e sheh. Por ti që është aty dhe je duke e vajtur ditë për ditë me besim të thellë. Që një ditë lulja do shpërthej, ti do të arish atë mision, atë qëllim. Në javën e vazhdim 15 me 22, kalojmë në portën 3. Porta 3 është fillim. Është interesante që sapo folëm për kompletim, për zhvillim, por ai është energji logjike, energji abstrakte, energji kolektive. Porta 42. Ndërsa porta 3 është individuale, është energji e brendshme, që na inspiron të krijojmë forma të reja, inovuese. ADN-ja jon fillon rinohet. Pema fillon të zhvillojë, ajo pema që shpërtheu, fillon këtë vit të jetë ndoshta në një ADN të re. Është inovacion i krijuar jo nga rrëzimi apo fshirja e gjithçkaje, por nga vazhdimi i jetës në një mënyrë të re, por duke ruajtur rrënjët e vjetra. Nuk shkatëron gjithçka, krijon gjëra të reja, duke mbajtur vlera apo disa baza të së shkuarës. Është vërtet një portë shumë revolucionare, është porta që unë e quaj The Change Maker, kam të gjithë kanalin vetë personalisht, 3-6, pra njerëz që duan të krijojnë ndryshim, njerëz që duan vazhdimisht të shërbejnë, të kontribojnë në ndryshimet në këtë planet. Dhe këtë ndryshim do ta bëjnë në një mënyrë të harmonizuar. Jo duke shkatëruar gjithçka, siç thash, por në mënyrë krijuese, si mund të sillim diçka të re. Është i lidhur me portën tjetër 60, i gjithë kanali është mutacion është alkimi e therë në ADN-n tonë. Pra, është ajo javë që mund të shfaqen gjëra të reja në jetën tuaj. Ju keni nevojë të bëni diçka ndryshe dhe një ekzistencë, një lloj baze ju ndihmon ju për të krijuar diçka të re. Është një energji që natyrshëm fillon shfaqet si një gjë e re nëse ti vazhdimisht i jep vëmendje. E kërkon
të ren, e përqafon të ren, por është alkimi. Alkimia nuk është gjë sipërfaqësore. Nëse vërtet do të jesh në shërbim të krijimit të diçkaje të re në këtë planet, çfarë mund të fillosh një gjë të re atë javë? Ku mund të dorëzohesh tek ndryshimet brenda trupit tënd, ndryshime gjenetike, çfarë mund të shërosh, sepse është mutacion gjenetik. Është kaq i fuqishëm, treshi është si një shpërthim nuklear i ADN-s i qelizës sonë. Për ky shpërthim është shumë i vetëdijshëm. Vjen nga vëmendja jote për të krijuar gjëra të reja, jetë të re, mënyra të reja, shoqëri të re, gjithçka që ti mendon që duhet të alkimizohet. Në 3 ditët e fundit, 25, 23, 30 në javën e fundit, paraqitet porta 27 që është kujdesi, ushqimi, po është për te ushqimit. Si të kujdesemi për trupin, për njerëzit, si të kuptojmë nevojat njerëzore. Është shumë e thellë gjithashtu 27-a. Na inspiron që ne të njohim njëri tjetrin në nivel të thellë dhe të nevojave të vazhdimësisë së jetës. Të ndajmë me të tjerët, kujdesin tonë. Dhe ky kujdes mund paraqitet ndarje në formë të ushqimit për të tjerët, të kujdesit fizik, këtu hyn infermierët, këtu hyn kuzhinierët, këtu hyn mama bear, por hyn edhe në polaritet të ulët ndjesia për mos të ndarë, ndjesia për t'i mbajtur gjërat për vete, një frikë se nuk do ketë dhe i mban dhe nuk e ke zhvilluar atë natyrshëm kapacitetin për të ndarë me të tjerët. Asnjëherë nuk paraqitet çdo gjë në polaritete më të lartë. Atë javë ju do filloni të mendoni si mund ta ushqeni veten tuaj dhe jetën tuaj më mirë. Si mund të sillni feminitet në jetën tuaj. Dhe çfarë gjëra të reja, se pikërisht ai inovacioni që folëm edhe iniciuam gjatë muajit, si mund ta sjellim në javën e fundit, jemi gati që si mund të japim jetës sonë më butësi. Dhe paraqitet dhe në forma nga më të rralla kjo butësi. Është një vizion i yni për t'i shërbyer tokës, kafshëve, njerëzve, ndoshta për t'i shërbyer botës hynore. Ndoshta ke ardhur këtu t'i jesh një nën hynore për tokën, për njerëzit. Nuk do të thotë jetë vetëm fizike. Ne në fund të fundit jemi stardust, jemi plur hyesh, jemi plur kosmik, në trup fizik. Dhe roli i ushqimit, roli i kujdesit mund paraqitet në forma dhe nevoja nga më të ndryshme. Pra, i gjithë muaji është me energji më të buta se sa muaji mars, le të themi. Por kjo butësi varet nga ne vetë. Sa duam, sa jemi gati, se është dëshira fillimisht, dashuria dhe dedikimi për të zbutur impulse tona primitive, impulse tona automatike, të iniciuara nga sisteme nervore që kanë qenë për një kohë të gjatë në reakcion, të iniciuara nga frika e mbijetesës, të iniciuara nga atë që ne quajmë amigdala, që aktivizohet gjithmonë dhe
e mban njeriu gjithmonë një gjendje fight and flight. Lufto ose të riqu. Sepse të ka shërbyer në jetë, ose të luftosh, ose të rish i të rrequr. Të dy janë forma të pashëndetshme. Janë hormone, janë gjendër e caktuar ajo në pjesë të caktuar të trurit ton, që për të gjithë jetën na ka mbajtur në një gjendje lufte ose ngurtësimi, dhe ne nuk kemi arritur të zhvillojmë atë butësi. Butësia nuk do të thotë të hapësh rrugë kur nuk duhet të hapësh. Butësia nuk do të thotë që ne të mos mësojmë autoritetin ton, sepse ky muaj në fund të fundit u fillua me kush është njoja e autoritetit të qëndrueshëm. Ku unë jam duke mos lënë kontrolin. Pra është një sekuencë. Po mësojmë në jetë që jeta është një sekuencë. Çdo transformim ka nevojë për një sekuencë. Dhe ne shumë herë të transformime kalojmë nga një cep tek tjetri dhe kalojmë sekuencat. Nuk duam t'i shohim mapat, por duam në mënyrë kaotike të kuptojmë, shijojmë, përjetojmë vetëm ato gjëra që na pëlqejnë në mënyrë kaotike nga njëri tek tjetri, kur jeta kërkon një sekuencë. Të zhvillosh këtë në mënyrën e duhur, ndoshta jo 100%, jo thellësisht, por me një thellësi të caktuar. Dhe do kalosh në sekuencën tjetër, një njohjen tjetër, në mënyrën tjetër, në zhvillimin tjetër. Ky është kodi gjenetik tuaj kur ju shihni në kodin gjenetik, keni sekuencën tuaj. Universi ka sekuencën e tij që shfaqet nëpërmjet këtyre temave që ne ndajmë këtu. Dhe nëse vini re sekuencën, ajo ka logjikën e vet. Pse fillon me kodin 21 dhe mbaron me 27 muaj? Shpreha dhe shfaqja e këtyre temave ka rëndësinë dhe vlerën e caktuar. Pra ky muaj do sjellë një qëndrueshmëri, ky muaj ju kërkon edhe një herë të krijoni një trupëzim, është 4 është trupëzim. Kemi regjistruar një video të shkurtër, 4 minutëshe, që do ta postojmë nesër në Instagram, ku Keti ju nëpërmjet lëvizjeve do të krijoj tek ju mendjen e hapur tek krijimi i balansit trupor, mendor, emocional, energjik dhe shpirtëror. Shiheni nesër atë video në Instagram. Në të njëjtën kohë, në 13 prill, këtu në Tiranë do kemi një takim që quhet Takimi vizionerëve, mendjet e jashtëzakonshme, The Extraordinary Minds. Na kontaktoni në Instagram ose këtu që të merrni ftesën tuaj në një vend absolutisht të bukur, me një ushqim pak edhe sakt, me lëndje të shëndetshme, por me një eksperiencë shumë unike. Ku mendja, trupi dhe shpirti sinkronizohen nëpërmjet fluiditetit, sepse dhe muaji prill na kërkon fluiditet që të krijojmë qëndrueshmëri. Nëpërmjet hapjes së mendjeve dhe vizioneve tuaja përtej kufive, nëpërmjet krijimit të fluiditetit të trupit, nëpërmjet vallësimeve dhe lëvizjeve të caktuara. Kuantike. Sigurisht regjistrimet për në trajbrit rit janë të hapura dhe na kontaktoni për regjistrimet tuaja nëse ky është synimi juaj, për çdo informacion, për çdo eksperiencë që ju doni të dini çfarë bëhet në retreat, çfarë kryhet, çfarë transformime, ndonjëherë të thëna, ndonjëherë të pathëna. Jemi gati, skuadra është gati t'ju përgjigjet. Meqense 4 është numri im, është numri Ketit në profilet tona, dua t'ju lëm me këtë. Transformimi kërkon qëndrueshmëri, kërkon thellësi, kërkon 4 këmbë.
që ndryshmëria është konsistencë dhe është rezistencë në jetë. Rezistencë në kuptimin e resilience. Pauni ta hapur. Që transformimi nuk janë shkëndija sparkse dhe gjëra sipërfaqësore në jetë, është thellësi. Nga jo thellësi vjen lehtësia në jetë, vjen harmonizimi në jetë. Një javë, një muaj të qëndrueshëm, plot begati, sepse ka energji materiale të lartë, një muaj plot begati dhe inicime të ëndrave dhe vizioneve, të ushqeni shpirtin dhe trupin tuaj fizik me butësi dhe fluiditet. Miropafshim.